Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu. Lavdi qoftë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilin me merit e adhurojmë dhe me merit e lavdrojmë. Vetëm tek ai mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Kush mbështetet tjetër kund përveç se tek Allahu subhanahu wa ta'ala ka gabu, ka marrë mbështetje të gabueshme. Kush largohet prej tij ka rënë humner. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala mos na lën neve në vetin ton për asnjë sekond. Nga se çdo gjë është në dorë të Allahut xhalla xhelalu e na s'kem dorë asnjë send. Allahu na udhëzoft dhe na forcoft. Salavatët ja qejmë selam të dashurit ton Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, i cili në një hadith të njohur thot: pluhuri i mundit që mundohet muslimani fi sabilillah, mund kontribut që jep, e të cilës në arabisht i thënë jihad fi sabilillah, pluhuri i mundit dhe i kontributit ti bashk me tymin e xhehenemit nuk do të bëhen bashk. Pra ai që mundohet në rrugë drejt, në rrugë të Allahut, do të jetë prej xhenetlive inshallahu taala. Të nderuar vllazën musliman, 3 xumajat që kaluan u munduam të i kushtojmë vetëm shirkut, nga se dita e djeshme e ka tregu veten tek popullata, pra populli ka tregu veten në ditën e djeshme sa janë larg prej rrugës Zotit. Ajo ditë po përsëritet çdo vit, ku po bëhet shirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj 3 xumajat që kaluan jam mundua që të foli për shirkun e madh që i bëhet Allahut subhanahu wa ta'ala, e që është gëbim i pafalshëm. Andaj i keni në internet të 3 ligjëratat: shirku, ligjërata e parë numër 1, 2 dhe 3. Me qëllim që populli të largohet prej rrugës gabueshme e me këtë dynja mos ta hup ahiretin, se me dynja hupet ahireti, por edhe me dynja fitohet ahireti. Allah i na dhash dynjan dhe ahiretin, ashtu sikur që po bëjmë dua në namaz: Allahumma rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Prandaj 3 xumajat që kanë kalue, edhe 30 tjera, edhe 300 tjera, derse ligjërata duhet me fol popullit, e jo vetëm na hoxhallarët, po dhe ju populli me i tregue popullit se përmosdije e kanë. Dje në namaz të drekës po vi kne, në kam isha, sot dhe s'dilet prej popullatës me makinë, edhe ne i qindi, gjithashtu dola në kam këndej, e mas i qinis nuk u ktheva tani në kam në tonë, nuk u ktheva deri mas jacis, dola në këtë pjesën tjetër të qytetit, dikun vizit tjetër kund të shkoj, gjoja të i largohëm vendit ku ka shirk, ku atë shirk e kanë përkrahur edhe këfori turk, e kanë rrethakua vorrezat e Karabashbabës, gjoja janë të periudhës osmane,
I takojnë një periudhës Osmane, Vorreza, nështë i takojnë asaj periudhës kësaj, vend banimet ahiretit jenë ato. Mirë, po ju kanë dalë Zot, sepse besimin e kanë të mbrapsht ata që ju kanë dalë Zot aty në vendeve, kanë bo 3 tyrbët, ju kanë bo hymje, qeshme, rojtarë kanë vu atyje, për mja ngrit, këtë qeshtje pak mja ngrit popullatës që këtu si të vini, kush s'ka e vlat, jep e vlat, kush s'ka pun, jep pun, kush s'ka nuse, jep nuse, kush s'ka bur, jep bur, kush s'ka bereqet, jep bereqet, kret me që si farë palavra, këto e në palavra, gënjeshtra, tradhtina, e populli janë i pa lexueshëm, i pa shkollë, edhe pa lexim, shkollë ka, po edukim s'ka, sikur që kemi thonë çdo herë, po shkon po sillet aty parni, sikur që u kallzova javën që kaloi. Edhe sot ka ardha tash për xhumo, po i shoh me sytë e mi sot që po është një grua me mbulesë, një pa mbulesë, kanë shkuar te Vorri aty mbrapa. Ku më ditë çka po lipin shkretit. Ata më mirë me lyp ment është, po ment s'kan. E kanë shkupi dekmit me lyp shefat. Çka bëhet me një popull i cili besimin e humb dhe bindjen në Allahun subhanahu wa taala? E humb dynjan dhe ahiretin. Prandaj jo vllaznit e mi musliman, unë po i them vetës, edhe po ju them kolegëve të mi, hoxhallarëve, e që une ka njëherë nuk i quj koleg, po rendi ka aj hoxhun hoxh, po thot koleg jemi. Si të punojmë bashkë edhe për një qëllim, edhe me parime dhe regula mujmë me kenë kolegë, ama pse ti ki shale gjybe, unë s'kam as shale as gjybe, s'kam kolegë ty. Se po të kishin punu hoxhallarët bol, ma në ment ju gjemati, po të kishin punu e na, hoxhallarët kishin punu bol me popull, s'kish bon qaj gjahiliet që po bonët, qaj jo ignorancë, ma ardë kret vrini aty, ma ardë kret knena ka ona e suarekës aty. Me ardë pjo poje ndështë edhe po vinë. Qka po bëjnë? Jenë ullë në vorës me gra, me nuse, me qika, me fmi, jenë shtri në vorës. Qka po bëni këtu në vorës? Ato mishkele gjuna. Ani tash i kanë dalue, për i ruan këfori, s'po i lenë, policia, se për para zishin pula dhe oriz, gjellë në bëjshin mbi Vorreza. Ku më ditë kjo që farlojt tarikat, shejtan lëk tarikati. Shejtan tarikati, shka pëdish? Më ardhë me hinë Vorreza, e me hangër buk, e me zije gjellëna, e pula, e oriz. Jarëp, kjo fest pagane, e është shëndrua në ditë biznesi, se dje kanë fitua halki. Kanë fitua dhe lek, kanë fitua mirë, kanë fitua ata që kanë dalë në treg. Pra, faktikisht është ditë tregu, se së është kur farfeste. E po e ndëgjoj dje televizorin, disa prej ta është të qujtur të komentator në televizor, po spjegojnë gjoja shka është kjo feste, dhe me plot qef, harmoni ka, po festohet e bëbon. Shka bëhet, prehet kingji nemën dhe gjergjit, e me hongrat mish, që ju kom thonë sot një javë, ndoshta edhe sot 2 javë, edhe pra po ju thamë, aj që e pret kingjin, nemën shin gjergjit, edhe haqat kingjin, ma mirë let haje mishin e thivit, se mishi i thivit është haram, mishi derrit, ama mishi kingjit është për shirk. Ma i keq o mishi kingjit se mishi derrit në akide, në besim. Se mishi derrit është haram. E ndaluam, Allah e ka ndaluam. Mishi kingjit nuk ka haram, po me e prej në amën dë gjergjit, ke bon shirk Allahut subhanahu wa ta'ala, është ma i keq, ma haram ndështa se mishi derrit. Kjo besimi që duhet të kemi na. Po Allahu na mësoft, po tham. Unë po ju tham, kishim punua na hoxhallarët, kolegët e mi, hoxhët, të cilët përrehin gjykë se jem hoxhallar. E të diplomuam, e se kanë dert hiq. Vallahi, populli, s'ka ku me shkua, se populli janë që ta që na kini njëherë për njëherë, inshallah i vjen popullit më të mirë hoxhallarë se na, në të ardhmen, po njëherë për njëherë që ta në kini, më të mirës në kini, të kishim punu në bol,
s'ka ku shkon populli. Ja atje, janë syneti, janë vdekje, janë me vlyt, janë shtate, janë darsëm, janë xhami, janë në gjumoja, dikun pa qare ki me kontaktu ti hoxhën. Edhe ai që hiç se do në fena, ka qare pa më takua mu, s'ka qare. Janë darsëm, janë gëzim, janë hidhrim, janë ngushëllim, dikun ka me më taku, e kur të falim e të kontribojmë çfarë duhet në popull, atëherë me siguri populli do të jetë pak sa ma vetëdijshëm se që është sot. Prandaj po tham, Allahi na ndihmoft neve bashkë me juve. Allahi na ndihmoft të gjithëve që ta nxjerrim popullin ton prej ignorancës, shirkut, xahilietit në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, në qëtë rrugë që të gjithë po thoni ihdina sirat al mustaqim, o Allah, na udhëzon në rrugë të drejtë. Abdullah ibn Mesudi, një prej shokëve që të gjithë e dini, Abdullah ibn Mesudit, radiallahu anhum, po thot lype zemrën tënde, se na po dojmë mi shëru zemrat nuk shërohen pa iman. Po thot lype zemrën tënde në 3 vende. Zemër të mirë shëndosh lype në 3 vende. E para, inde sema'il Kur'an, ku lexohet Kur'ani. Marrë një moment që 3-4 dita njës ju ka majt koha e likësht dje ka qenë eftoft. Sën hypshin në salangjake. Qëfar muzika, qëfar zhurme, ajo smuje, me smu popullin, smuje, e kanë bo vend pislëk që kanë gjujt haje pije letra, pra masjacis kur kam shkua so kalu pi pislëkuve, edhe prap nuk janë të pastërta, kanë bo një pastrim natën, higjena, po se kanë pas gajle, as pak as nuk o la rruga, qka o dert, langje, pije, birra, e duhan, e flishtina, e me keqardje, qyrrat e gelbazat në për rrugë, flishtihane, e sa që ma keq në vëreza, kretë pislëk o mush vërezat, edhe o borë i spitalit. Edhe kush mo, e bari për rritët, kush mo nuk e pastron. Po thom, ja rabi, këj populli jon, a gjinsin e flisht e kemi na? Ha? Kështu po muj me pyet vetin unë, po thom, subhanallah, na si musliman, parimin kryesor e kemi pastërti. Parimin e islam, wa thiyabaka fatahhir. Pastërtimin e kemi obligim prej mbi 7 qiell, higjienën. Po thom, a gjinsin sojin e flisht bre, po thom, na kemi ja? Qa është që? Pse ky popull flisht? Fshim randa që ti jashtë në rrugë. Ha gjuj, pi cigare gjuj, i vjen gelbazi qyrrat plap, i plat hecën pi qyrrave të miletit së në hecish. Pse ky popull ka që flisht? A gjinsi flisht, a që jemi na kështu? Po na si musliman, na din ku jemi bre, me parime dhe regullat e dinit islam. Na prej regullave të dinit islam e kemi me bo të sbi Allahun, me hek nga rruga një të keqe, me urdhru në rrugë të drejtë, me ndalua nga rruga e keqe. Me rëmëment çfarë rregulla kemi në fenë islame, kurse në praktik të kundërtat po i përjetojmë në jetën tonë përditshme. Ka thonë Abdullah ibn Mesudi, lyp në zemrën e juj në 3 vende. Në vendin e parë, ku dëgjohet Kur'ani. Në cilën shtëpi po dëgjohet Kur'ani? Vallahi po na vin çdo ditë kam telefonatat smunte. Djali, vajza, nusja, reja, martesore, ama bashkë për ditë, bashkë për ditë kam kësi telefonata. Kur ti thuash, falë namazin, let lexohet Kur'ani në shpitonde, thot, ky son doktor, çka po më thot? Oni çka po më bësh telefon për mu? Çka po më shërdhësh? Pse po më çaj shkryt? Kur i tham unë lexohet Kur'ani, ku me lon shëret e Belulin? E Mahmud Feratin, e Kur'ani s'lexohet në shtëpi, e lazdrajkat, fliçtajkat dëgjohen edhe shihen në për familjet e muslimanëve dhe filmat të cilët vetëm e kanë bën çysh po e shihni vetë dje në popullat, vajza e djem, faqe e zis, natonën keton, e çka ka pasoja sa ju vetë dini, s'ka nevojë unë më u theksua. Kjo para. Lip në zemrat e juja, ka thonë, fi me gjalisi dhikr, lip në zemrat e juja, në me gjaliset e dhikrit. Kisha me thonë,
Kisha më thonë, ai populli djeshëm që ishte në rrugë, të ishte sot në për xhamia. Edhe gratë e tyne, edhe nusët e tyne, edhe vajzët e tyne, edhe fëmijët e tyne. Që shi ka marë baba, prindi, i zoti shtëpis, sikur që e ka marë gruën, babën, nonën, fëmijën, renë, me kërë, hujum, medal, në vërreza, ti kish ardhur dita që ti kish marrë ata kretë në xhami, e ta kishim lëshuar gjysën e xhamisë për femra e gjysën për mashkuj. A do të vijë ajo kohë, a do të vijë ajo ditë, Allahu na ndihmoft. E treta, gjije zemrën tonë dhe pëthët fi auqatil khalwa. Në mesnat, lutju Allahut për vetje dhe për neve. Auqatil khalwa. Kur kërkush nuk di ku je, çka je të bon, çka si të bon, vetëm Allahu subhanahu wa taala. Manin mend këto tri vende. Gjije zemrën tonë në lexim të Kur'anit, 1, në mezhliset dhikrit, në mësim, në edukim 2, dhe në natët e erta, kur kërkush nuk e din kur je ti, veç Allahut subhanahu wa taala. Por ndryshe, nëse nuk e gjojnsh po thot në këto tri vende, lutju Allahut xhalla xhelaluhu që ta jep e ty një zemër tjetër, se qatë zemër që kje s'mund. Lutju Allahut, ja Rab, një zemër tjetër, se qatë zemër që kje ti, me që shi kemi sot zemrat, i kemi të s'mundta, Allahu xhalla xhelaluhu na i shëroft. E Allahu subhanahu wa taala në ajetin prej surës Ar-Ra'd 28 po thot: "Alladhina amanna", ata të cilët kanë pru iman, janë besimtar, musliman, alladhina amanna wa tatma'innu qulubuhum, dhe zemrat e tyre qetësohen, rahatohen bi dhikrillah, me dhikrin e Allahut subhanahu wa taala, ela bi dhikrillah tatma'innul qulub, nga se vetëm me fjalët e Allahut qetësohen shpirtat dhe zemrat e tyre. Kursa në sjelltas, nëse se ka zemra është e fortë, shpirti i fortë, kalbun qasiya, zemër e cila është gur, e fortë e keqe. Po thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin 22 prej surës Zumar: "Fawailun lil qasiyati qulubuhum", ku për ata që i kanë zemrat të forta, të këqija, min dhikrillah, që se pranojnë fjalën e Allahut, ulaike fi dalalin mubin, ata janë në humner, në dalalet. Allahi na izbut zemrat tona me fjalën la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu dhe thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy hadithet do t'i theksoj prej Ebu Hurajrës, të cilat janë, të dyat pra janë të hadithet vërteta, të vërtetume prej Sheikh Nasruddin al-Albanit, ata që lexojnë e din ku shkon, Sheikh al-Albani, ulemave të mëdhenj të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shqiptar nga Shkodra, Albani, Nasruddin Albani, Muhammed Nasruddin Albani, Allah i në xhenet e pasqur. Në hadithin e parë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innal abda idha akhta", kur robi gabon. Gabojmë, të gjithë gabojmë. Edhe unë që po tregoj, edhe gjatë tregimit gaboj. Edhe pse po mbështetem në argumente, njeriu gabon. Edhe ai që folën gabon, edhe ai që punon gabon. Vetëm Allahu nuk gabon subhanahu wa taala. Inal abda idha akhta'a khati'atan, robi kur e bën një gabim, nuk kitet fi qalbihi nakta, i vihet në zemrën e tij një pikë zezë. Gabojsh, babën e idhnësh, gabojsh, nonën e idhnësh. Masi përshot disa prej gërbetxhive këtu, për jo përmendi, ka pas gërbetxhi edhe ka që ka shku në gërbet, e babën edhe nonën i kalon të idhnuan për tyne. I ka idhnu edhe ka shku. Gabon njeri. Nëse njeri u gabon, për thët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vihet në zemrën e tij një pikë zezë. Po idha huwa naza, nëse tërhiqet prej gabimit, përmirësohet, wastaghfar, i lutet Allahut më ja fal,
wa tabban tawba, bëhet pishman, sakula qalbu, i pastrohet zemra prap. Wa in aad, si të bëjë prap gabim, i shtohet prap ajo pikazez. Sa i shtohet edhe i bëhet e madhe, deri t'ja munde zemrën kret, t'ja bëjë zemrën zi. As po shifni sa njeri po vdes sot prej alkoholit, as po shifni, as po dëgjoni sa njeri ju vdes sot prej drogës, as po ndëgjoni sot sa njeri ju vdes prej vllavrasjes. Çfarë janë këto zemra që i bëjnë këto gjërat këqija? Dhe në hadithin tjetër, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam po thot, hadith që në fillim e theksova, pak e potencova, e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, po thot, la yajtamiu gubarun fi sabilillah, një pluhën i një mundit, je nis dikun të me boni punë të mirë, ajo bo me pluhën rrugës, edhe me kon e la me asfalt, me kon prap ka pluhën. Je nis me boni punë të mirë dikun, fi sabilillah. Çaj pluhën i qasaj rrugës mirë ti që je nis, nuk bëhet bashkë në xhehenem me pluhnin, me tymin e xhehenemit. Do më thonë, ti nuk je prej xhehenem live mas i po bëjnë punë të mirë. Ti je prej xhenet live. Nuk bëhen këto dy, një pluhën me këtë lloj tym në zemrën, në mrendin e robit. Allah i na pështoft pra, prej zjarrit të xhehenemit. Wala yajtami'u ash-shuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Edhe tamaqarllëku, cicillëku, dora e shlirë, dora e mshtjellur, e ndrydhur, tamaqarllëku, kooperacia bashk me imanin nuk shkon. Ja iman li musliman, ja tamaqar. Po të dyjat me pas, ja s'mundesh. Edhe me iman, edhe tamaqar s'mundet me kanë. Prandaj, po e shfrytëzoj rastin juve, t'ju falenderoj që gjithë keni dhënë kontribut, edhe do t'japim gjithë inshallah, sot një javë të buëm për atë vllaun, u bon 700 euro, ku ati ju afru ma për 500, edhe në dy vende tjera ndajtëm nga pak mjete. Allahu i Gjelle Gjelalu juve ju bëft kabul, edhe atyne Allahu Gjelle Gjelaluhu ju asgjeth problemin. Allahu pra ju dhasht bereqetin edhe ju pranoft. Kështu që po thot pejgamberi, edhe tamaqarllëku bashk me imanin me një zemër zbohën, ja tamaqari, ja musliman gjymert. Allah i na bëft të gjithë dhe bujar gjymerta inshallah ta'ala. Për arsye se zemra o vllazën, duhet me kenë se cili prej neve musliman një kardiolog për zemrën e vetë. Jo kardiolog në atë aspekt që di me bë operacion, e di me ja lidh ato damarët, që shi lidhen kardiolog mjekt, kirurg, mirë po me dit me nëreq me vlerat moralit zemrën tënde. Prandaj, po thot, i dha marid al beden, kur smuhet trupi, a ka dobi prej ushqimit? Jo s'do. Me hangër me pi trupi i smut nuk don. Edhe zemra kur smuhet, me çka smuhet zemra? Zemra smuhet me kojtje, me dëshira, me epshe zemra smuhet. Trupi smuhet edhe prej hajes, prej pijes, po zemra në moral smuhet prej kojtjeve, epsheve. Ato 4 epshet që i përmendi do t'janë janë. E para, haja e tepërt me pas qef, me hangër. Ajo zemër është e pangime, duhet me mësu zemrën, mu pajtu me pak. E dyta, e naumul kathir, fjetja shumë e madhe, me fjet, orë shumë të gjata, edhe ajo është e damshme dytë. E treta, me fol tepër. Mos me dit me ngu kont do një këshillë nasihat, po veç ti mi fol. 3, edhe e 4, mu përzije mashkri dhe femra, edhe kjo zemra smuhet, se njeri ju ka në zemrë me kanë, qësh me kanë i mirë, kur ta shohi shpallën e gjinis femrore ndryshe, të rahurit hypën i rahuri zemrës,
ban smuje. Qaja smuje duhet më usherua. Insha Allahu Ta'ala, Allahi Gjelle Gjelaluhu na shëron këto zemra. E këto zemra nuk shërohen pa këshilla. Pa këshilla, insha Allah, Allahu na këshillon e na ja marrim këshillat e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Në këtë drejtim, mëse këshirni dallan dyshën, këshirni mutash. Ajtë se kalona, jo e qelim dritare, dyrë del. Thot Ata ibn Jesari, Musa alayhi salatu wassalam, Hazreti Musa, ju ka lutë Allahut, sikur që ju kom tregu para 2 java apo 3, ndështa, Allahut, a ju ka lutë Musa alayhi salam, ja Allah, ma mëson një zikër me të përmendun ty. Ka thonë, o Musa, thoj la ilaha illallah. Musa ja ka këthy Allahut, ja Rabbi, edhe të tjerë po thojnë la ilaha illallah. Ti ma mëson një zikër që se thot kërkush, veç unë po du me të përmend, ja Rabbi, me kodin sekret. Ka thonë, o Musa, të gjithë krijesat me qenë në një krah, vetëm fjala la ilaha illallah në tjetër anë, të gjitha i peshon, nga se për fjallën la ilaha illallah kam kriju të gjitha krijesat. Që do më thanë, la ilaha illallah, kuptimin e ka, nuk adhorohet kush me merit për pos, e për që ta kryua kjo krijes, që ta adhoroj me merit vetëm krijusin, Allahun Subhanahu wa Ta'ala. E një dit Musa po i thët, transmeton kjo Atar ibn Jesari, po thët, në Musa a.s. e ka lyp prej Allahut. Ja Rabbi, akhbirni bi ehlike alladhina hum ahluk. Ja Rabbi, më trego mua kon e kije ti popull tëndin. Ja Allah ka thonë, më trego mua kon e kije ti popull tëndin. Shika, Musa pja lip Allahut. Kon e kije, ja Rabbi, popull tëndin ti, ja Rabbi. Alladhina të uvihim, që ata që i afrësh, ja Rabbi, e i duesh, kush janë ata, do t'i keshti në hijen, arshin tanë ditën e kiametit, kur s'ka hije tjetër, ja Rabbi, kush janë ata? Allah ju ka përgjigjur. Ata janë, o Musa, transmetim të Ben Israil kjo. Ata janë, po thëtë, i kam përmend këtu 10 kategori e unë do t'i përmendi ka një shkurt. E para, humut tahiretu kulubuhum, ata që zemrat i kanë të pastërta. Edhe ish populli që i thënë, ti shkon gjithë ditë në xhami, unë zemrën e kam. Ajo fjale mirë është, son fjale keqe me pas zemrën e mirë, ama duhet me pas imanin edhe punën, jo veç zemrën e mirë, duhet me falë namazin, duhet me agjeru Ramazanin, duhet me dhënë zeqatin, duhet me respektu babën anë, mos më shku në haram e zemrën e mirë, plus që atëhero tamam. Jo veç zemrën e mirë, më zbon kur gjonë, ti veç zemrën e mirë. Wallahi qasi zemrat mira kanë edhe shkijet, që unë për ju thamë. Edhe shkavi ka zemrët mirë, pësa, po këtë shket shkijet jenë Miloševića. Jo be ka shka që se do të keqen kërkuj. Ason që shtua? Në ashtu unë s'kom takua as një, veç me siguri dhe një ashtë. Pse, kërkuj keq, si bon as si do keq kuj. Shka është, në fejt vetë është. Haman, feja islamet lyp, edhe zemrën e mirë edhe punën e mirë. Alladhina amanu wa amilu salihat, besojnë dhe bëjnë punë të mira. Qift që janë këto dyja. E para po thotë është zemrën e pastër, at-tahiretu kulubihim. E dyta, al-bari'atu aydihim, duart mi pas të pastra, mos më prek në vjedhje. Am kuptuat, mos më vjedh. Al-bari'atu aydihim, dorën e pastër. 2. E treta, alladhina yatahabuna li jalali, dashurin me zveti, që dojnë një qetrin për hir të Allahut. 3. E 4. Alladhina idha dhukirtu dhukiru bihi. E 4. Kur të përmendëm para tyne, marrin këshilla prej Allahut. 4. E 5. O idha dhukiret bihim. Kur të përmendet një punë e Allahut subhanahu wa ta'ala,
marrin zemrat e tyre këshilla, udhëzohen. E gjashta, alladhina yasbighuna alwudu fil makarihi. E gjashta, ata që kur marrin abdes e përsosin abdesin, se marrin shkile shko palivali, Allah pedap. Po e marrin abdesin tamam, e lajnë komët mirë, ftyrën mirë, vendet e pjesët e abdesit mirë. 7. Wa yunibuna ila dhikri kema tunibun nusuru ila dhikriha. Edhe kthehen tek unë, te Allahu Gjelle Gjelalu. E 7. Kthehen tek unë, sikur që kthehen kafshet, ato sorrat qafkat, te coftine atyne. Ke po që shmlidhen këtë te haja atyne, për me shqyju vetin. Na mu këthy të Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu. E 8. Wa yaghdabuna li maharimi. Kur të shkilet urdhni Allahut, i dhënohen për mua. Ja me thonë, po pinë raki, në ashtë në të thëjnë qafën, ja. Po bëjnë zina, në ashtë le të thëjnë qafën, jo. S'pe falin namazin, copa u bofshin, ja. I këshillojmë na, o yaghdabun, mu hidhnue, i dhënohemi pse po shkilet fjale Allahut, i dhe stahallet. Kema yaghdabun nëmër, i dhe harib. Sikur kur i dhënohet, thët gjahu kafsha, nëse e lufton dikush, ajo çush i dhënohet, edhe na mu i dhënua nëse shkilet urdhni Allahut bjerë poshtë, mu i dhënua për hir të Allahut Gjelle Gjelal. E 9. O yukallifuna bi hubbi kema yukallifu as-sabiyyu bi hubbi an-nas. Edhe mundohen të tjerëve mjafti dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala, sikur që e dojnë fëmin bebën e vogël kret njerëzit. E ke pa fëmin e vogël kret e duan, kret e puthin, edhe na e duam Allahun subhanahu wa taala. Dhe e 10. Alladhina ya'muruna masajidi wa yastaghfiruna bil ashar. Edhe e 10 është populli i Allahut. Këto 10 populli i Allahut, të cilët Allahu i don dhe i fut në rrjen e Allahut ditën e Kiametit, ata të cilët i falin namazet, i ndërtojnë xhamiat dhe i mbushin xhamiat duke falur namazin, bëjnë istikfar në kohën kur duhet me bëjnë istikfar Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte pra zemra e jonë që duhet me pas. E lusim Allahun subhanahu wa taala, o vëllezërit e mi, shirkun ta luftojmë, besimin e kot, besimin e mbrapsht ta luftojmë. Po ka raste, unë po kam raste si hoxh para juve që jam tash po foli çdo xumë e me juve jam çdo ditë kur po më pyetën në telefon, kam një hall bre hoxh, urdhno tash më një herë s'po e di çfarë halli ka, thot a dish me mçit. Unë pe di çka po kupton, me çit fall. Mi thon ti e çështu, që ato që e bëjnë fallxhit, mashtrust dhe magjistaret, sihirbast dhe fallxhit bëjnë çesit prapa, i mashtrojnë popullin, jo marrin parët e tyne, jo vjedhin parët e tyne me këshillat e shejtanit. E mu po më pyet në telefon, a dish bre hoxh se kam një hall me mçit. Po çfarë halli kije? Nusja me djalin, djali me nusën, s'kan mohabet. E ti a dish me mçit mua, me mçit fall, me kishe ata dikush po dika, kërkush nuk din këto veç Allahut subhanahu wa taala, edhe nuk shërohen këto smuje vetëm me kthim te Allahu në Kur'anin famlart. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. O vllaznit e mi, angazhoni dhe thoni astaghfirullah. Pejgamberit alayhi salatu wassalam ja kanë numëruar me një mexhlis të thonë Allahumma gfirli, o Allah mi fal mua gabimet, wa tub aleja, edhe ma prano pendimin, innaka anta at-tawwabur rahim. Kur pejgamberi kaq shumë ka bë tauba istikfar, ku jemi na? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah, Allah i na fal gabimet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vllaznit e mi musliman, kretë rrugët tjera për epshin, për kajtjen janë të leta. A dali me hajmë, a dali me pijmë, a dali me knojmë, a dali me ecim, a dali me bojmë, ladrojmë, çladrojmë, kretë letë. Dalim e adhurojmë në rrugt të Allahut, kjo duket paksa ma e vështirë,
për arsye se shejtani është barrikat në këtë rrugë. Shejtani mundohet me ta nal. Ato kemi dushman tradicional prej babës tonë, Ademit alayhi salatu wassalam, e deri në ditën e fundit, ditën e Kiametit. Prandaj, me pas kujdes, me pas shumë kujdes që mos më ranë gracka në mashtrimet të shejtanit, sepse shejtani ka me na luftua deri në fund të fjala la ilaha illallah, mos tjetë fjala e fundit. Koft për neve fjala e fundit la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, fjalë me të cilën bëjmë sa bëjmë gjunahe, kjo fjalë ka me i peshue kushtimisht mas me i bon Allahu Gjelle Gjelaluhu shirk, ortak në adhurim. Allah i na pështoft prej shirkut madh edhe prej shirkut vogël, ndërsa prej gabimeve s'kemi ku ikim, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, birit Ademit janë të shkrume, të caktume gabimet që ka me i gabu e hisën, ka me marrë gabimeve s'ka qare pa e marrë. Prej aty në hiseve, ka thonë që ju kanë caktue, syni ban zina, dora ban zina, koma ban zina, syni në këshyrme, dora në prekme, komat ecme, kojt janë zemër qëndron, kurse vetë besimtari i menqëm largohet ose rraset në ta, e lusim Allahun Gjelle Gjelalu më në pështua prej këti haramit madhë. Prandaj, për fund të kësaj fjales o vllaznit e mi musliman, mos harroni se xheneti është sendi mirë, sendi pastër. Allahu Gjelle Gjelaluhu na boft prej xhennet live. A keni nije kur thot halkit kur kanë bo një kopsht shumë të mirë, a i shka kish bo, xhenet e kish bo bafqen. E ti xhenetin, a ke pa që po thuhet xhenet e kish bo bafqen? Kur se ke pa xhenetin? Vetëm e kemi ndëgjuar nga Kurani dhe nga fjalët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në xhenet nuk hyhet vetëm ata që janë të pastër. E Allahu Gjelle Gjelalu në surët Zumer 73 ajeti ka thonë, tëbtum, kini bo mirë, jeni të pastër për xhenet, fedkhuluha, hinin ta, khalidin gjithmonë ta. Allah i na boft prej xhennet live. Kurse në hadithin që e transmeton Imam Bukhari, prej Enes ibn Malik radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe masit hin insan të në gjehnem, Allah i na pështoft ja rabi prej gjehnemit, edhe masit hin, jakhruju minan nar, kanë me dalë prej gjehnemit krejt ata që thëjnë la ilaha illallah, kanë me dalë, s'kanë me konë gjehnem. Wa fi qalbihi, e nëse në zemrën e ti ka pas punë të mirë, sa kokra e elbit. Kur gjo mirë s'ke bon, Allahu të shoqë si ke përshkru, shirkë s'ke bon. Mirë s'ke bon kur gjo, po edhe Allahu të si ke bon shirkë. E në zemrën tonë dhe prej punëve ke quë në ahiret, të mirë sa kokra e elbit, ka me dalë prej gjehnemit. E dyta, ka thonë, ka me dalë prej gjehnemit, jakhruju minan nar, men kale la ilaha illallah, dhe fi kalbihi veznu burretin min khejr. Kush thot la ilaha illallah, Allahu si ka përshkrua shirk, në zemrën e ti prej të mirës ka po thot, sa një kokër gruni. Edhe ka me dalë prej gjehnemit që thot la ilaha illallah, Allahu si ka përshkrua shoq, ka me dalë prej gjehnemit, edhe nëse s'ka bon kur far vepra të mira, ka bon vepër të mirë në zemër që e ka po thot, veznu dhirrëtin min khejr, dherrëtu min khejr, sa një zerre, shqip si thohet zerre, për sa një shkendit vogël punës mirë. Allah i na i bon ftë punët e mira, Allah i na i sjell të hajrin, ja Rabbel Alemin, Allah i na udhëzoft në punë të mirë, Allah i na bon ftë juve bashkë me mu, e juve bashkë me juve, argat bashkëpunëtor në predikimin e fjalës la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dua për fund të kësaj fjalës të ju theksoj t'ja përkujtoj, nëse dikush është sot i ftuar në drek me hangër mishin e kingjit Shëngjergjit, mos gaboni me shkuë se haram e kini. Allahu ju pështoft prej haramit madhe dhe prej haramit vogël, juve dhe familjet e juja. Wa aqimis sala inna salata tanha anil fahshai wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.